Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëdhuruesit. Paqja, mëshira, rahmeti, mirësi dhe begatit e të madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar shikues të TV Ikres dhe të portaleve të cilat na ndjekin në këto ditë të bekuara, vazhdojmë me ciklin e ligjëratave të Ramazanit, ku sot mysafir kemi të nderuarin Blendi Efendi Imerin, përgjegjes i bibliotekës në medresen Isabeu në Shkup, me të cilin do të flasim dhe diskutojmë mbi temën vërejtje për ata që nuk agjërojnë muajin e Ramazanit. I nderuar, mirë se erdhët, është kënaqësi t'ju kemi në emisionet tona. Mirë se u gjeta. I nderuar, fillimisht ka mundësi të na shpjegoni se cilat janë vërejtjet për ata të cilët nuk e agjërojnë muajin e Ramazanit me qëllim, apo nuk e agjërojnë pa ndonjë arsye të fuqishme. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut xhalla shanuhu, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të pakufishëm, vetëm atij besojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe shpëtim kërkojmë. Paqja, mëshira, begatit, mirësitë e Allahut qofshin mbi pejgamberin e fundit, njeriu më me ndikim në historinë e njerëzimit, shpëtuesin e njerëzimit, pejgamberin ton të dashur dhe shumë të respektuar, mbi Muhammedin alayhis salam. Allahu qoftë razimet e me familjen e tij të pastër, me shokët e tij besnik, dhe mbi të gjithë ata rrugën që e ndoqën, e ndjekin dhe do të vazhdojnë të ndjekin rrugën e shpëtimit, rrugën e Islamit deri në ditën e gjykimit. Më së miri mbi këtë temë apo gjithsesi mbi temën të cilën do ta elaborojmë sonte, vërejtjet për ata të cilët nuk agjërojnë Ramazanin pa ndonjë arsye, na flasin dy hadithet e pejgamberit alayhis salam, të cilat më së miri neve na shpjegojnë se cilat janë vërejtjet për atë I cili nuk e agjëron muajin e shenjtë të Ramazanit pa ndonjë arsye. Do të filloja me një hadith ku e transmeton Ebu Hurera radiallahu anhu, ku Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thënë: kush prish, pra kush nuk agjeron një ditë të muajit të Ramazanit pa ndonjë arsye dhe pa ndonjë sëmundje, ajo ditë nuk kompenzohet edhe nëse agjeron tër vitin. Pra këtu me këtë hadith ne kuptojmë që pejgamberi alayhis salatu wassalam neve na jep vërejtje dhe na tregon që ai I cili nuk e agjeron muajin e Ramazanit pa ndonjë arsye, do thonë gjatë apo pa ndonjë smundje gjatë tër vitit, nëse agjeron, ajo ditë atij nuk I kompenzohet. Këtu do të thonë e shohim se sa rëndësi ka agjerimi në Islam, po në muajin, gjithsesi në muajin e Ramazanit. Gjithashtu, edhe në një hadith tjetër, pejgamberi alayhis salam thot, lidhjet e Islamit dhe bazat e fesë mbi të cilat është themeluar Islami janë tri. E kush e lën ndonjërin prej tyre konsiderohet pabesimtar, lejohet gjaku I tij. E ato janë tre. Cilat janë, do të thonë, e para është dëshmia se nuk ka Zot tjetër, pra shahadeti. E dyta është namazet farze, do të thonë namazet farze, dhe e treta radhazi do të thotë është agjerimi I muajit të Ramazanit. Pra, ai I cili I mohon këto tre, që duhet potencuar. Ai I cili I mohon, do të thotë këto tre baza, do të thotë ai është llogaritet pa besimtar. Do me thënë, edhe nëse nuk e agjeron duke u munduar ta justifikoj me mënyra të ndryshme, është diçka tjetër, ndërsa nëse një njeri I cili e mohon dhe thot se nuk ka nevojë besimtari që ta agjeroj, të fal namaz dhe dëshminë e shahadetit, atëherë
bën pjesë në atë që ju e cituat pak më parë, domethënë është nga jo besimtarët. Nderuar, atëherë ka mundësi të na thoni se çfarë ndikimi ka Ramazani apo agjerimi në jetën e besimtarit? Shqiqoni, muaj Ramazanit konsiderohet si muaj i adhurimit, konsiderohet si muaj i leximit të Kur'anit, më tepër se në çdo muaj tjetër. Ramazani gjithashtu është muaj ku ne e përkujtojmë Allahun Gjellëshanuhu, krijuesin ton pa ndërprerje, dhe ky muaj do të thotë dallohet edhe prej muajve tjerë edhe tek zbukurimi i xhamive me xhamat. Pra në këtë muaj do të thotë ne kemi më shumë xhamat në xhamit tona, e sidomos në kohën do të thotë kur bëhet falja e Teravis, dhe dhash Zoti se gjithmonë neve të na shtohet edhe numri i xhamatit në këtë muaj, sepse ky muaj është siç e përmenda muaji i adhurimit, muaji i përkujtimit të Zotit, muaji i bamirësisë etj. Transmetohet gjithashtu se Ebu Hanifja, Shafiu e të tjerët në muajin e Ramazanit bënin hatme, leximin e tër Kuranit, dhe në tërësi nga 60 herë. Shqiqoni, nga 60 herë. Një hatme ditën e një hatme natën. Do thotë është shumë e rëndësishme. Dhe hatmen e fundit e lexonin në natën e Bajramit. Do thotë hatmen e fundit e lexonin natën e Bajramit. Tërësisht do thotë bënin 60 hatme. Në Ramazan nuk shfaqen kundërshtimet e as punët e këqija. Do thotë gjatë muajit të Ramazanit secili prej nesh do thotë i fshehen ato punët e këqija, nëse i ka bërë pa dashje, ne mundohemi gjatë muajit të Ramazanit të kërkojmë falje, po të jemi shumë të kujdesshëm. Pranohet gjithashtu leximi dhe i Kuranit dhe namazi për hir të agjerimit të Ramazanit. Dhe për atij që nuk është falur tër vitin, ka shumë raste që në këtë muaj ai të përmirësohet. Po si të përmirësohet? Ai do të thotë e keni parë gjatë muajit të Ramazanit kanë shumë kujdes ata njerëz të cilët nuk agjerojnë. Por edhe ata të cilët i mbajnë lokalet me alkohol gjatë muajit të Ramazanit, sikur ata i fshehin dhe i mbyllin ato perdet, apo do të thotë kanë kujdes vetëm e vetëm që ta respektojnë këtë muaj të Ramazanit. Gjithashtu edhe femrat të cilat janë të zbuluara, do thotë të cilat nuk bartin shami, gjatë muajit të Ramazanit ata mbulohen dhe gjithashtu paksohet muzika e pamoralshme dhe dëgjimi i saj. Pra shifni, ka një harmoni e cila e veçon muajin e shenjtë të Ramazanit. Në këtë muaj vërehen shenjat e vllazërisë. Në këtë muaj ka gëzim dhe vërehen kënaqësitë në fytyrat e besimtarëve, edhe njerëzve në përgjithësi, pavarësisht qofshin ata të pasur apo të varfër. Pra në këtë muaj të gjithë ne jemi të barabartë. Në këtë muaj forcohet lidhja shpirtërore, dashuria e ndihma për hir të Allahut dhe për të arritur pëlqimin e Allahut Gjellëshanhu. Mëtej në muajin e Ramazanit shtohen vizitat tek njëri tjetri. Pra ky muaj veçohet edhe si muaj i vizitave, në qoftë se ne nuk kemi parë për një vit, 12 muaj reshtazi, vjen ky muaj dhe ky muaj do të veçohet për vizit të njëri tjetrit, ku vizitojnë dhe gazmentet dhe të afërmve e të dashamirëve dhe ndihmat për të varfrit. Duke ditur se në këtë muaj, nderuar, shumë fishohen sevapet. Ai i cili ndihmon në këtë muaj, ati i shumë fishohen punët e mira, siç është vizita e farefisit, fuqja e gëzimit në zemrat e besimtarëve në Islam, dhe sidomos për shkak se e din se ati që ai i cili e ushqen një agjerues, i tashkon shpërblimi sikurse agjeruesit pa i munguar agjeruesit asnjë nga shpërblimi i tij. Gjatë këtij muajit gjithashtu shtohen ndihmat.
sadakaja dhe rastet të nevojtarëve. Mund të themi se është edhe muaji i solidaritetit, ku njerëzit mundohen të shtojnë më tepër nivelin e sadakas tek ata të cilët janë në nevojë. Nga se prej vëllezërve të tyre të pasur, ata japën zekatin, japën fitrat, japën edhe dhurata të ndryshme. Pra, siç e përmendim, do thonë, në këto pika të shkurtra, ky muaj do thotë dallohet edhe për vepra, për punë të mira. Gjithashtu, muslimanët në këtë muaj jetojnë me ndjenja të përbashkëta, sikurse do thotë i kanë ndjenjat e përbashkëta, sikurse është heqja dorë prej hajës, prej ushqimeve edhe prej pijeve. Madje ka raste kur edhe pabesimtarët në shenjë respekti të bashkëqytetarëve të cilët jetojnë, të cilët nuk i përkasen konvencionit islam, edhe ata nuk janë që nuk agjërojnë, por sillen sikurse kanë agjëruar. Në shumë raste, do të thotë, të vëllezërit tanë të cilët jetojnë në diasporë, të cilët punojnë bashkërisht me ata të cilët nuk i takon konfesionit islam, ata do të thonë kanë kujdes të veçantë dhe nuk hanë dhe nuk pinë në prezencën e tyre. Kjo do të thonë është një veçanti e cila e dallon këtë muaj dhe ata e respektojnë njëri tjetrin. Gjithashtu do të thonë në shenjë respekti ndaj ndjenjave të muslimanëve. Në këtë muaj gjatë ditës mbyllen të gjitha restorantet, si e dim, kafenet dhe nuk punojnë gjatë këtij muaji, sepse të gjithë besimtarët agjërojnë. Ju falënderit i nderuar, atëherë e përmendëm edhe tek titulli edhe tek pjesa e parë, cilat janë masat ndëshkuese për atë i cili nuk agjëron pa ndonjë arsye. Sigurisht që sheriati islam do thot ka përcaktuar një masë ndëshkuese për atë i cili nuk agjëron pa ndonjë arsye apo pa ndonjë smundje. Këtu kemi të bëjmë, do thot, Omeri radiallahu anhu ka aplikuar një dënim, të dehurin në Ramazan e dënonte me 100 kamxhik. Me 100 kamxhik e dënonte të dehurin në muajin e Ramazanit. Pra i ashtonte numrin e kamxhikëve për 20 më tepër. Sepse me dehjen ai vetë se i bënte dëm vetvetes dhe nuk respektonte farzin, obligimin që Allahu xhaleshanu ja ka bërë, por ai e nënçmonte shenjtërinë e muajit të Ramazanit. Dhe atij i thoshte, edhe fëmijët tanë agjërojnë. Do thotë, ja jepte në vërejtje, si shembull, edhe fëmijët tanë agjërojnë, e ti nuk agjëron. Prandaj i jepte një dënim prej 100 kamxhikëve. Nuk ka dyshim se dënimi fizik është dënim rehabilitues edhe përmirësues, sepse kur do dënojsh atë person, të tjerët të cilët nuk e bëjnë të njëjtin gabim, ata do të marrën shembull dhe do të bëjnë taube dhe do të fillojnë të agjërojnë. Përsa i përket dënimit ka edhe një dënim tjetër, që është dënimit me burgosje deri në ditën e Fitr Bajramit. Të atij që nuk agjëron në Ramazan, edhe pse është ndëshkimi i kufizuar ndaj tij, është një dëm për të dhe për familjen për të cilën është përgjegjës, sepse ai kur do të burgoset nuk do të ketë mundësi të punojë dhe nga ky ndëshkim do të pësoj kush? Do të pësoj familja e tij, fëmijët e tij, të cilët ata do të thotë nëpërmjet të rrogës atij që punon, do të thonë e mbajnë edhe familjen. Gjithashtu do të thonë prandaj kjo shkakton sjellje të këqija dhe varësi të tyre dhe të tjerëve. Ata që kanë mundësi gjatë muajit të Ramazanit, është mirë në këtë muaj të bëjnë umrën, vizitën e Qabes, në qoftë se kanë mundësi, jashtë kohës së haxhit. Do të thonë umra është vizita dhe për arsye se pejgamberi alayhis salatu wassalam në inziste për umre në përgjithësi dhe sidomos
në muajin e Ramazanit, u thoshte do të thonë besimtarët të cilët agjerojnë të bëjnë vizitë që bëjnë umrën. Duke thënë se kush e kryen umrën gjatë muajit Ramazanit, shpërblimi i tij është sikur të ketë kryer haxhin bashkë me mua. Me mua. Ajo është. I nderuar, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni, duke lutur Allahun t'ju jep shëndet, mirësi dhe takohemi inshallah në emisione tjera. Inshallah. Ju faleminderit për kohën tuaj. Atëherë, shikues të nderuar, jemi në fund të këtij emisionit. Ju falenderojmë për vëmendjen që ishit me ne. Lusim Allahun xhelleshanuhu për mirësi, begati. Miru takofshim në emisione tjera të radhës. Deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.